Një përshtetjet për zemrët, Milaim, keni shumë të drejtë. Kodi aktual është nofta është kodi më absurd i planetit, nofta. Nuk them se i njoh gjitha kodet, por ka element të qartë antikushtetues. Siç e din, unë ftova të gjitha partitë të bashkoheshim mbasi në të vërtetë ky kod ndëshkon partitë e quajtura të vogla. Pikërisht një nga shkaqet e aleancës madhe në 25 forca politike ishte ndryshimi i kodit, por disa prej tyre refuzuan me pretekstin se ne nuk jemi për rotacionin. Nuk janë për ndryshimin, pa janë për qëllimin e Edi Ramës, pavarësisht se çfarë pasojash ka kodi mbi to. Po, ne do ndryshojmë kodin. Dhe reformën territoriale, sigurisht. Reforma territoriale për fat të keq ka ndëshkuar qytetarët shqiptar. Ndofta pas reformës të drejtësi më shumë se çdo reformë tjetër, ju ka hequr larguar shërbimet. Jo ka pre-investimet. Kudo që shkon s'ka me investime. Kudo që shkon ka vetëm rrogtar që ushqehen me taksat e qytetarëve dhe nuk ofrojnë asgjë si shërbim.